A i dini se nga çdo gjë që e prodhojmë, fitojmë dhe e shpenzojmë, i japim 1/3 dikujt tjetër. Ky tjetri është shteti, si një sistem i ligjeve dhe institucioneve. Ata që të punojnë për popullatën marrin para nga qytetarët. Kjo është ajo që ne quajmë buxhet. Ndryshe nga sektori privat ku ne fillimisht shohim e më pas japim para, këtu paguajmë pa parë dhe pastaj shohim se çfarë është bërë për ne. Një individ i zakonshëm i paguan shtetit të paktën në 5 mënyra: kur fitojmë diçka, kur blejmë diçka, kur të na ecë puna, kur blejmë diçka të importuar, ose kur blejmë diçka që në jetë konsiderohet përtej nevojave thelbësore. Të gjitha këto janë përbërësit prej të cilëve bëhen pite që i përgatit Ministria e Financave. Kur kjo pite të arrijë të ryes, është shumë e rëndësishme se si do të ndahet në pjesë, gjëgjësisht kush sa do të marrë, por më e rëndësishme është se kush çfarë do të bëjë me pjesën e tij. Fëmijëve nuk u lejohet të luajnë me ushqim, pra edhe institucioneve nuk duhet lejuar që të luajnë me parat. Nëse nuk është e mjaftueshme logjika se kur japim para, duhet të shohim se çfarë bëhet me to. Grumbulluam të dhëna si shembull se çfarë ndodh kur nuk shohim. Kontrolluam 15 institucione me buxhete më të larta, shqyrtuam furnizimet publike dhe raportet e revizionit të 4 viteve të fundit për të parë shpenzimet nga 2 qeveri të ndryshme. Rezultati, edhe pse pjesët më të mëdha të piteve janë pothuajse gjithmonë për obligimet e tyre themelore, çdo herë ka thërmia që bie në tavolinë ose në dysheme, dhe kur thërmiat grumbullohen, ato janë aq të mëdha sa një pjesë e pites. Ministria e Transportit dhe Lidhjeve shpenzon miliona për të nxjerrë vendbanimet nga shekulli 19, duke ndërtuar ujësjellës, kanalizime dhe nevoja tjera themelore, por për 4 vjet kanë ndarë mjete edhe për vetura zyrtare, më konkretisht 90.000 euro për 6 vetura. Të udhëhequr nga logjika, është e kohë të bësh nëse nuk lavdërohesh. Në vitin 2015 ka paguar 5.700 euro për të promovuar projektet e saja, po atë vit qyteti i Shkupit pagoi 12.500 euro për reportazhe televizive për arritjet e saj. Qeveria e tanishme nuk pret që të tjerët ta fotografojnë, kështu që ka vlerë pajisje fotografike prej 36.000 euro dhe pajisje televizive prej 10.000 euro. Ministria e Mbrojtjes më së shumti ka harxuar për karburante, uniforma dhe pajisje, por një shtëpi për qente e ushtrisë i ka kushtuar 200 euro. Ministria e Shëndetësisë më së shumti ka shpenzuar për ilaçe, pajisje mjekësore dhe nevoja tjera të institucioneve shëndetësore, por nëse ndonjëherë keni ngjecur në kaosin e trafikut në qendrën klinike, duhet ta dini se para 4 viteve janë harxuar mbi 8.000 euro për një projekt që ka të bëjë me regjimin e përkohshëm të trafikut derisa atje ndërtohen objektet. Fondi shëndetësor është i vendosur larg pluhurit të qendrës klinike, por ka lidhur kontratë për larjet automjeteve prej 270 denareve për shërbim, që kushton 200 denar në shumicën e serviseve në Shkup. Agjencioni për mbështetje financiare të bujqësisë ka mbështetur veten me laptop në vlerë prej 1.100 euro. Këto janë thërmiat, por nganjëherë ka kafshata të tëra që janë të vështira për të ugëlltitur. Tenderi më i madh i qytetit të Shkupit ishte për ndërtimin e fasadave në qendër, ndërkohë i Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale ishte vikendfalas për pensionistët. Kontratë kjo nënshkruar 5 ditë përpara zgjedhjeve parlamentare. Ministria e Arsimit shpenzon miliona euro çdo vit për blerjen e teksteve shkollore nga të njëjtat firma, pa tender. Shteti nuk zotëron të drejtat e autorit të teksteve të veta, kështu që mvaret nga firmat private. Të gjitha këto të dhëna mund t'i shet çdo kush nga kompjuteri i tij në shtëpi, por çfarë ndodh kur një institucion profesional, siç është enti për revizion, do të hedhë një sy në xhepin e shtetit? Mes tjerash, do të shohë se qeveria 2 vjet rresht ka shpenzuar nga 10 milion euro për programin e quajtur Reforma në administratën publike, prej të cilave 99.5% ishin për punësime të reja nga marrëveshja kornizë dhe 0.5% EPRA për reforma. 2 paragrafo që krahasojnë më së shumti në buxhet janë sa shteti harxhon për pagat dhe sa për të ndërtuar diçka, gjëgjësisht investimet kapitale. Syri prekti i revizorit vuri në dukje se kostot e pagave u rritën me rreth 50 milion euro për 5 vjet. Kjo është sa paga mesatare për rreth 7.000 njerëz. Investimet kapitale megjithatë kanë rënë për 25 milion euro. Këto janë sa 10 kopshte të reja ose shkolla. Por edhe kur shteti ndërton, kjo nuk do thotë se ai ndërton me çmim të ulët. Ministria e Transportit nga gjithsej 9 oferta.
ka përzgjedhur ofertën më të shtrenjtë për ndërtesën e saj barok. Si, në fillim kanë aplikuar 9 kompani, në fazën e dytë kalojnë 5, oferta dërgojnë 4, ndërsa 3 heqin dorë në ditën e ankandit. Shembull, si në vend të 2.1 të lidhet kontratë për 4.1 milion euro, i cili është rritur edhe për 25% me anekset. Fondi për sigurim pensional u bë sinonim për zbrastira, më shumë para në të vinë direkt nga buxheti dhe më pak nga kontributet për pension të punëtorëve, por kjo nuk e pengoi që të fillojë një praktikë të çuditshme në furnizimet publike, të cilën e vërejtën revizorët. Zakonisht, kur kompanitë konkurrojnë në një ankant elektronik, ata vazhdimisht ulin çmimin e tyre dhe kur të tjerët heqin dorë, ai që ka qëndruar me çmimin më të ulët fiton. Por fondi nënshkroi kontrata me fituesit jo me çmimet që fituan, por me çmimet e para që u ofruan, të cilat janë më të larta. Ati që punon më shumë duhet i paguhet, por të punësuarit në Ministrinë e Transportit kanë marrë mjete shtesë për punë jashtë orarit, sepse erdhen më vonë në punë dhe shkuan më vonë. Pra, u llogaritën vetëm orët pas orarit të rregullt të punës. Kushdo që është i mirë në punë duhet të përparojë, por Agjencia për Mbështetje të Bujqësisë ka shkarkuar 5 punonjës vetëm për t'i punësuar ata me njëherë në pozita shumë të larta, për të cilat nuk ishin të kualifikuar. Të gjitha këto të dhëna janë në dispozicion për të gjithë që kanë një kompjuter dhe internet. Atë që nuk mund ta gjeni këtu, çdo qytetar mund të kërkojë informacion, vetëm duhet të dërgoni kërkesë në arkiv. Ka një trend pozitiv. Në 4 vitet e fundit vazhdimisht janë thyer rekorde për parashtrimin e kërkesave për informacion. Në vitin 2017 kishte rreth 10.000 kërkesa, por kjo është sikur 0.5% e popullatës të ishte interesuar për punën e shtetit. Për të tjerët, nuk e dim sa i intereson politika. Kërkuam informacion nga 15 institucione për atë se sa qytetarët kishin pyetur për punën dhe kostot e tyre në 4 vitet e fundit. Përgjigje morëm vetëm nga 13 prej tyre. Agjencioni për punësim është kampion absolut, ndërsa larg kësaj për vend të dytë luftojnë Ministria e Arsimit, Ministria e Punëve të Brendshme dhe ajo e Financave. Rrallë kush ishte interesuar për institucionin që ka në dispozicion 17 milion euro në vit, që t'i shërbej të tjerët, shërbimi për çështje të përgjithshme dhe të përbashkëta. Pak ishin të interesuar edhe për shpenzimet në gjykata dhe në fondet nga të cilat mvaret shërimi ynë dhe jeta jo në pleqëri. Qeveria, Ministria e Brendshme dhe Agjencia e Punësimit janë ato që më shpesh refuzojnë të përgjigjen. Është interesante se në vitin kur u ndërrua pushteti, kishte një kërcim të lartë në kërkesat për informacione, kërcim si nga shtëpia në një rokaqiell. Numri i vogël i kërkesave do të ishte në rregull nëse vetë institucionet do të publikonin të dhënat, që askush të mos i lus. Se sa institucionet janë ndërshtrënguar rreth informacioneve për para, dëshmon ajo se numri më i madh i ankesave për mos përgjigje të kërkesave ka të bëjë me punën e tyre financiare. Një pjesë e vërejtjeve i referohet punës së qeverisë së kaluar dhe një pjesë të së tashmes. Kush është përgjegjës? Që të dyja. E para për veprimet e saj, e dyta për veprimet e saj dhe mos marrjen në konsiderat ato të mëparshmet.